fash sa çupi. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim në një tjetër video. Do thoni ju ku jam unë ndodhem në Greqi. Kam ardhur në Athinë, i mbaruam të gjitha pushimet që kishim në Shqipëri. Kemi ardhur në Athinë, jam unë me Xhesin dhe me Sergjon. Kemi dalë, në fakt kemi 2 ditë këtu. Edhe nuk kam xhiruar sepse doja t'i shijoja këto pushimet këtu me familjen. Edhe sot tash hajde po hap kamerën, me që jemi vetëm ne të tre, të tjerët i kemi dërguar në punë. Edhe do ikim në një vend që ka dyqane ku mund të blejmë rroba. Si quhet Sergjo i vendi? Si ishte? Jo, Po e harova. Nuk e di, një gjë me horio. Edhe atje ka rroba, gjëra të ndryshme, ka kafe. Do shkojmë të shikojmë ndonjë gjë, do pim ndonjë kafe dhe përmbasdite kemi bër plan që të ikim në plazh. Ishim edhe dje në plazh, edhe mbasdite dolëm në darkë. Ndërsa sot kemi menduar që mbasi të kthehemi nga ky vendi që do shkojmë të blejmë rroba, do vëm dhe në plazh mbasdite, vetëm ne të katër, domethënë bashkë me vllajin tim tjetër të madh, me Sergjon, me Xhesin dhe unë. Ndërsa mami dhe babi do t'i lëmë në shtëpi. Kështu që sot do ju marrim me vete, do ju tregojmë edhe juve ato që do shohim për vete, edhe në fund kur të vi në shtëpi do ju tregojmë se çfarë do kemi bler, edhe një pako që më erdhi në mëngjes që janë shampat e flokëve që do t'ja u tregoj edhe këtu në YouTube. Në dhe shkojmë tëra. Erdhëm në shtëpi edhe ora është gati 2 e drekës. T'ju tregoj pak të gjitha gjërat që kemi bler. Po ju tregoj një herë këto që kemi bler sot edhe porosia që më ka ardhur në mëngjes. Filloj me këtë pakun e parë. Tani i kemi përzier më duket. Por jo, këtu është një kuti me atlete. Ka bler Sergjo atlete. Vaj, edhe janë këtu i bleu tek Nike. Janë të bardha, i donte një palë të bardha, duke qenë se nuk ishte. Edhe këto janë atletët. Numri 43. Ka numër këmbë shumë të madh. 43 shiko. Tani, unë bleva vetëm 3 gjëra të vogla. Gjëja e parë që unë kam bler është ky lapsi vetullave, cilën kam shumë vite që e blej të Maybelline-it. Edhe marrë në numrin, në fakt nuk është me numër, po quhet Deep Brown. Edhe është një lapsi që shkoj më shumë gjatë nga të gjitha të tjera që kam provuar. Më pas, tek Pull&Bear, kam bler një kanatiere të bardhë, të thjesht, do me thënë kam si punë e këtyre, por doja edhe një ngjyrshe në mënyrë që t'i kem për përdita, i kombinon me shumë gjëra të ndryshme, me pantallona, me funde, pantallona të shkurtra, xhinse, edhe janë të thjeshta, pambuku. Mora një të bardhë, mora dhe një të zezë. Kjo e zeza më duket se vjen pak më i gjatë se kjo e bardha, por shu janë të thjeshta. Pastaj, tregojmë pak gjërat që ka bler Xhesi për vete. Ka marrë 2 bluza të thjeshta. Nuk e di nëse e mbani mend një bluzë të bardhë që e bleva para disa kohësh te De Facto më duket, ose te Elsie Waikiki, se më te Elsie Waikiki. Ma mori Xhesi, sepse e pëlqeu, dhe mori 2 të tjera të ngjashme dhe ai tek Pull&Bear. Mori këtë që është në ngjyrë besh me këtë palmën, edhe i rinin shumë mirë. Mori dhe një tjetër në ngjyrë të bardhë. Kjo vjen një lloj cope, nuk e di se çfarë cope quhet kjo, por që është kështu, e bardhë, e thjeshtë, dhe nga mbrapa ka një
Ka një kështu, një figurë, nuk e di. Më pas, kemi bler vllajt tim të madh, Enit, i kemi bler një bluzë të bardhë, me mëngë të shkurtra, të thjesht, janë shumë bazik, janë një ngjyrshë edhe pa shumë të ndërlikuara, dhe këto pantallona tutat e shkurtra të bardha prap. Këto ishin gjërat që blem sot, ndërsa këtu mbrapa kam edhe pakon që më ka ardhur në mëngjes nga Galeri de Bote, që është një dyqan si tip Sephora që është jashtë, është edhe këtu në Athinë. Unë doja të merja shampo të Kerastases dhe më shkoj mendja që të shikoja se si janë çmimet këtu në Athinë. Dhe jam çuditur me diferencën e çmimeve. Për shembull, shampoja që unë kam marrë nga Kerastase në Finland ishte 32 euro, do t'ja lëm madje foto këtu që të shikoni, ndërsa këtu në Athinë e gjeta 19 euro e 20 cent, 25. E kuptoj që është taksa sepse jemi goxha larg në Finland, por është një diferencë shumë e madhe. Thash pse mos t'i blej këtu, me që unë do vija, edhe ti kem. Mora këtë këtu, linjën e blond absolut, pyeta chat GPT-n, shokun ton, dhe më sugjeroi që të merja këto shampot e blond absolut për flok bjond të dëmtuar dhe shumë të ashpër siç unë i kam. Dhe është kjo këtu, nuk e di a do bëjnë punë apo jo, po do ju jap edhe një shans këtyre flokëve bjond duke përdorur këto produkte. Ka marrë këtë Cica Flash, quhet më duket, po. Është zbuci, më duket është maska e flokëve, po kjo më duket se përdoret sa herë që lanë flokën, po prisni pak se kam edhe një tjetër që përdoret, po, ky serumi, kam marrë dhe një serum që përdoret për 2 ose 3 herë në javë, më duket e kishte, edhe ta hapim pak se asun se kam hapur, që ti shikoj. Dhe jam shumë kurioze se si do më rinë flokët me këto shampot, sepse nuk dua të më ndryshoj ngjyra që të më bëhet si ngjyrë portokalli, siç bëhet bjondja kur nuk përdor shampot që duhen. Ja, sa e bukur. Janë në madhësi të mëdha, në fakt kjo është 90 ml dhe është kjo i Kerastase serumi. Më pas këtu më duket se ka marrë edhe vajin, më duket se ka marrë edhe vaj për të përdorur kur dua të stiloj flokët, edhe për t'i mbrojtur nga nxehtësia. Ashtu si kam hapur këto si që shihni, dhe të shikojmë pak. Kjo është, se marrë vesh se çfarë është edhe kjo. Po, edhe kjo serum është. Ja. Do i përdor dhe do ju them me kalimin e kohës se si do më rinë edhe përshtaten me flokun tim që është super i vështirë për t'u mbajtur. Po, këto janë të gjitha gjërat, janë këto 4 produktet. Gjithashtu më kishin dhënë si dhuratë këtu brenda një krem dite më duket, kjo e Lankomit, edhe një tjetër nga Kerastase që është për flok të dëmtuar, Blow Dry Care for Damaged Hair. Edhe kjo këtu. Të mbase ja jap mamit, ta përdori mami, me që është një e vogël, të shikoj se si do i rinë asaj. Këto ishin të gjitha produktet që kemi bler, që më erdhi sot pakoja. Tani ne do ndrohemi dhe të përgatisim drekën. Nana ku përfundojmë. Për të gjetur bluzën e Olympiakosit. Apo do marrim Maek? Po për zdale.
Në fund. Presim shoqen nga aeroporti. Tani po pret marrë valizhet dhe pse të vi.